Shumë fshatra kanë marrë pamjet e frikshme me ndërtesa të rënuara për shkak të braktisjes masive nga ana e banorëve prej vitesh, por ndryshe situata në fshatin Homesh të njësisë administrative Shupencë në Bashkinë Bulqiz. Në këtë fshat shumë shtëpi janë ndërtuar krejtësisht të reja, madje edhe vila dhe shumë pak kabanesa të cilat janë rënuar, por kjo nuk ndryshon asgjë sa i përket largimit të banorëve. Vilat e bukura që janë ndërtuar nga emigracioni qëndrojnë bosh, pasi askush nuk jeton në to. Ato pak banorë të mbetur ende në fshat janë të moshës së tretë dhe jetojnë pa fëmijët e tyre. Dikur fshati kishte me qindra fëmijë të rinj, por sot është kthyer si një fshat azilantësh, për shkak se në rrugët e tij nuk sheh asnjë të ri. Të moshuarit e mbetur ende në fshat i kanë humbur shpresat për rikthimin e atyre banorëve që janë larguar në emigracion. Praktikisht s'ka punë. S'ka punë si 3 kanë ikret, do në punë s'ka. 200-300, sa kanë qonë, për të hanë s'ka, kanë ikë kërët. 2-13 vetë një metë dhe pjesë, se 3 kanë ikë. Pa kanë ndërtu villat dhe kanë ikë. S'ka njërë këto. Nuk kemi këto pjesë. Nuk s'kehet, ato që kanë ikë nuk s'kehet ma. Pa arsia punës, mor hekin njerëzit për i pune. S'kanë që jetojnë tu. Qish dhe jetojnë tu, pa punë. Këroj shteti punë, rajnë kërët njerëzit tu, vinë prapë këtu, në vend vetë. Po e kanë bëjë villat për i lanë. I lanë se s'ka rrëje. Në ekspresët se kanë hikë cot kretu, 8 gjemë kumë. Të 8 në Itali, unë vetë nuk mbete, shëf, i luj. Kom bërë 7 shpia për fmi, i martova, bëm 7 shpia, lërë shpia të hiken, mërën të të hiken. Këto shpi po thuj se këto 2-3 vjetë e funit jam braktisur. S'ka. Ja, e braktisur më në qosh. Edhe këto shpi që shef në brava meje, edhe këto e në braktisura. Ka një 6 shpi këtu. Që nuk kanë lujt, dhe më kanë hikë. Kanë ngejve shpillisht, që popullimi në ka prish punë të male. Jo ne e panindrëve, po edhe hikën. Në vjen kesh shumë, inshallah, do të the. Sa njerës ka pas, sa ka pas. Ka pas sa shumë njerës sa, me thonë, mos bëj gabim 300 shpi. Alla 6 shpi. Ndryshe nga shumë fshatra të tjera, Homeshi ndodhet pranë rrugës nacionale Bulqiz-Peshkopi, por mungesa për të ndërtuar të ardhmen në vendlinjen e tyre ka bërë që të rinjt, por jo vetëm ta braktisin fshatin.